Shiko, sot jam njësë të shikoj pasojat që ka lënë gryja nga lumi Fani Vogël këtu në lagjën e Kodrëshenit, këtu përballë në Fushazit. Duke qenë tokë prodhuese dhe a shohim nga afër dhe çfarë ka ndodhur. Pikërisht me Fanin e Vogël. Pse ka devijuar në këtë anë, gjë që s'ka bova ki ndonjëherë tjetër. Ta ndjekim. Kjo është pamja. Është rruga makinës atje që ka afru goxha, domethënë ka hyrë goxha. Ne shkim ta shohim më afër. Tani kjo është pamja e lumit Jashinje ku ka hyrë në gjithë këtë thellësi. Janë dhe shtyllat e energjisë elektrike, unë pash të keshi që kishin ardhur këtu, që rrezikohen, po problemi është se stuhit tjera do ta shojnë shumë më thellë deri të afër shtëpiat e komunitetit egjiptian këtu. E gjitha ka qenë arë, dhe arë shumë e mirë. Ja, kam muk të kamët, ja, o shkut një. Kam muk këtu. Gjithkohën është duke shkut, ja. Ja ku është gati kjo tjetër ku është shkut. Ne këtu jemi tek zalli I Fanit, ku ndërfushe përmendat atje është përballë I venit tu që po kryhet. Në fakt edhe këtu ku jam unë, masi orë, 2 orë nuk do t'jetë madje këtu, se në kohën që afrova pak u shem një pjesë dhe hiku, pra gjithkohën është duke kryer. Fush që unë e mbaj mend shumë mirë, një fush pjellore, bukur kështu, dhe imagjinoj tani si ka ardhur. Problemi këtu është sepse në të gjitha vendet ku kryen projna dhe lumej janë bërë devijime. Devijimet kanë ardhur për shkaqe të cilët ne dalim kundër natyrës, për fatin e keq. Ky vend këtu ka qenë I mbjell me një lloj shelgu, varre që I themi ne, dhe është gjithë kjo pjesa kështu. Ka qenë mbjellur, ja për shembull këtu nuk është shem. Po ta vëmë re, ja, ta shohim këtu. Ja si është ky varreni, edhe këtu është ndërhyrë dhe janë prerë. Faktikisht, kur në mënyrë kategorike sektori pyjor në bashki nuk do të lejoje. Aty ku kemi projna, ku kemi fshatra, ku kemi çdo vend ku kemi arnaja me radhë. Se këtu Jashinja atje, pse nuk kanë, se s'ka hyrë lumi atje tutje fare. Do t'ja u sjell me filmim pak edhe nga afër, pra nuk ka. Po ashtu, po të shohim edhe zmen. Do t'ju sjell disa pamje. Ku ka hyrë proj dhe ku s'ka hyrë. Prandaj është një detyrë imediate e bashkisë për të mirëmbajtur vendet ku ka projna dhe që mos preken pemë, dhe sidomos varrejt. Kanë qenë historik në qytetin e Rrëshenit. Ato e kanë mbrojtur qytetin e Rrëshenit nga kryeri. Dhe diçka tjetër duhet të them. Është një projekt që këtu ka 2 vite që u është përcjell emergjencave kombëtare, emergjenca civile kombëtare. Ka 2 vite dhe ripërsritet çdo vit, madje edhe para 3-4 muajsh. Dhe ai nuk është marrë parasysh. Më thonë, paktën nuk e kam nga burime shumë konfirmuara, por më thonë që ky projekt ka devijuar për mat. Tani devijo projektet, bëj projektet e rrugëve rurale në mat, në Lezhë, Vërdallkur, në Mirdit fare, zero fare. Dhe kjo nuk është normale. Nuk është normale, çfarë? Duhet shohim që të përmbytet Mirdita, të prishën rrugët, shkatërrohet gjithçka dhe mos kujtohet asnjë projekt pra jo këtu, po e them prapë, e them me forcë. Është akuza shumë e rëndë e asaj që unë kam thënë disproporcionalitet në investime.
Du t'i drejtohem edhe Taulant Malshit, prefektit. Kam bërë një bisedë në telefon me të, para 2-3 ditësh edhe Gjergj po mirë po na sinjalizohet kështu video që sjell me radhë. Unë po i bëj vetë tani video jam këtu. Dhe Taulant, ka qenë Taulanti këtu, Taulant absolutisht duhet ndërhysh si prefekt. Trisht për këtë që po ndodh këtu. Ja. Kjo do të arrije tani gjithkohë se nuk e ndalon asgjë domë, ja shije. Sepse atje ka mbrojtje, ja shije. Është mbrojtja nga pemët, shije, atje ku janë pemët normal është e vështirë mu heqe, jo, po këtu do vazhdojë tani. Për plaset ja kret ujë që vjen për plaset tonë. Ndërkohë që unë mendoj që do të doje një ndërhyrje imediate të shpejt, të paktën atje që të bëhet një mbrojtje atje, ja ku jemi atje sipër. Ja mu atje, që të devijoj lumi edhe të shkoj nga ana tjetër, se për ndryshe mori kret vendin këtu, edhe këtë lagjën këtu. Tani kjo rrezikon të hik shumë shpejt, kjo shtylla këtu, se pasëm dhe internetin e dedës, në të syskomin. Ka i gjë se gjithë lagja këte edhe lagja edhe shpjeta ne deri në fund janë pa energji elektrike. Po vjen një fadron për të shkull këto shtyllat. Atje duhet një ndërhyrje shumë e shpejt për ta shpëtuar këtë zonë, përndryshe hiku komplet. Tani do ishte kjo shtylla këtu, që kjo rrezikoi të hikte. Ndërkohë që vazhdojnë ngryhet. Po e përsëris dhe i herë apelin. Ky vend këtu, deri kjo rruga që është tu, ja shohim rrugën këtu. Për punë 2 ditësh po vazhdu në rreshtet, është duke u gryer vazhdimisht dhe këtu do të vije pasaj. Lumi do vjet kaloj këtej. Prandaj, po e përsëris edhe një herë për emergjencat e Lezhës, edhe zotit prefekt. Duhet ndërhyrë tek ajo nyja që po sjell atje sipër, me patjetër që të bëhet devijimi i lumit, të bëhet devijimi i lumit nga ana tjetër. Dhe pastaj të realizohet projekti, po hë për hë, kjo është emergjenca kryesore. Ja ta sjellat pamjen atje, mu atje, ja. Ja ku është. Pra,
aty është thyrë, domethënë. Nga pemë që janë atje pra, varraj që u themi ne, e këtej nuk ka pas varraj ma dhe ka ik. Pra ne nuk duhen prek bimësia, katët bimore që janë afër projnave dhe lumeve. Edhe ka ik. Tani kjo po vazhdon, duke gry. Edhe sa isha unë aty, nuk e kam të mia vinte çdo minut. Pra duhet me pa tjetër tani të ketë një ndërhyrje emergjente, siç u bë atje në Tale, siç u bë te kanali që punua me ditë tëra, për të shpëtuar këtë zonë këtu.